Yje Jakubovi sot me këtë recetën e ëmbël dhe shumë të lehtë në përgatitje dhe në shije, është qumështor i papet që bëhet tak fat. Është aq i mirë, sidomos kur ha dhe i ngrohtë se nuk e kupton fare se sa ke ngrënë. Atëherë ja dhe përgatisim së bashku. Në fillim përziejmë mjaltin, sheqerin dhe vezët derisa këto të fundit të shkrihen mirë dhe të treten mirë. Me ndihmën e një site shtojmë mielin edhe nisë shten, i përziejmë derisa masa të shkri, pak e nga pak shtojmë edhe qumshtin. Unë kam kaluar në tenxhere ku dhe do ta ngroh për të krijuar kremin, por më parë kam kulluar në sit për arsye sepse më krijoi kokriza. Griva lëkurën e një limoni, grijeni me kujdes mos të kapni pjesën e bardhë e cila është dhe më e hidhur. Më pas e kam kaluar në zjarr duke trazuar vazhdimisht gjatë gjithë kohës derisa masa të mpikset, derisa të marrë valën e parë dhe e heqim. Kam shtuar gjalpin, e kam përzier dhe kam kaluar në një tepsi të lyer me gjalp nga të gjitha anët, e kam liveluar mirë masën e kremit, sipër i kam hedhur dhe fletë zabajamer sepse këto japin dhe një shije akoma dhe më të mirë. E kam pjekur në 200 gradë për gati 20-25 minuta, këtë shikojni varësisht të sobës suaj. Nëse përgatisni, ju bëf të mirë.